Bëhemi gati, e vendosëm këtë, e kemi instrumentin e siglës, dhe sot do flasim pikërisht për dalje nga Big Brother VIP Kosova 4 e Fjolla Morinës. A doli vet Fjolla, apo e detyruan të dalë nëpërmjet Albës? Ndoshta produksioni ka dashur ta përdor Fjollën, por Fjolla nuk është e përdorshme, sepse ne që e njohim mirë prej shumë vite, sepse ka shumë vite që është në showbizin shqiptar dhe atë kosovar, e dim që Fjolla nuk komandohet lehtë sepse ta lë pushkën në faqe. Atëherë çfarë ndodhi? Ndodhi që Alba e bullizoi në mënyrën më të rëndë. I lëm këtë fjalën bullizim sepse është vërtet te kaluar paksa koncepti. Por ti thuash një artiste, po mbi gjitha një nënë me dy vajza, që ti drogohesh, ishte shumë e rëndë dhe nuk u mbajt asnjë qendrim. Kjo do të thotë që Alba është komanduar për ta përzënë Fjollën nga shtëpia. Për këtë do flasim tani. Nëse u desh një sigël më funebre, më serioze, më funebre larg qoftë, po më serioze, për eliminimin duhet bëjmë një sigël tjetër. Pra kush mund të jetë një sigël e bukur kur dikush lë shtëpinë dhe ne ishim duke ndjekur, siç isha duke ndjekur Fjollën, jo vetëm unë, por edhe të tjerët, të cilët e kanë përkrahur shumë nëpër komente. Një pjesë e komenteve, rreth 30% i ka dhënë të drejtë Albës, por edhe Fjolla është pëlqyer me atë në thojzat çmendurinë e saj, në lojën e saj, në përballjen e banorëve brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 4. Atëherë sigla mund të ishte kjo. Sa e bukur. Kur eliminohet njëri, do kemi këtë siglën që e gëzofshim. Mirë, rikthehemi për të folur për Big Brother VIP Kosova, dhe mos bëni pyetje pse nuk komenton Bigun e Shqipërisë, sepse unë komentoj çfarë më don Curi. Çfarë nuk e them atë shprehjen. Ajo se banalizohet. Çfarë më don pambuku i Curit. Okej? Mirë pra, ishte Fjolla e cila që në Bigun e parë ka qenë si një emër i përfolur që do të hynte dhe çdo vit që kalon, si në Bigun e Shqipërisë, ashtu edhe në Bigun e Kosovës, Fjolla Morina është një emër që thuhet, po hyn Fjolla Morina, do hy Fjolla Morina, s'do hy Fjolla Morina, shoqëruar kjo edhe me probleme që ka paraqitur her pas here, ka patur probleme me ligjin, ka patur probleme personale, ka dalë në Instagram me disa postime as pak të zakonshme, më pas është tërhequr, e më pas hyri në Bigun e Kosovës, duke dhënë spektakël, sepse Fjolla gjithmonë ka dhënë spektakël dhe ka furnizuar portalet që para se të ekzistonin portalet dhe kanë qenë suplementet, ju kujtohet, Bluetoothi me gazetën shqiptare dhe Panorama Plus me gazetën Panorama, po flas sot e 20 vite më parë pra. Atëherë ishte VIP dhe Fjolla vërtet ishte VIP dhe ishte mes vajzave më të klikuara të asaj kohe, ku ishte Qiljeta, Zajmina, Ingridi e shumë të tjera. Mirë, por ecuria e Fjollës në këtë Big Brother ishte midis luhatjeve të mëdha, midis momenteve që tërhiqej dhe momenteve të tjera kur u liriste në të madhe. Dhe nisur nga kjo duket sikur kishte një ngjashmëri shumë të madhe me Albën. Pra, brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosovës ishte Fjolla dhe Alba, pra ishin dy Alba ose dy Fjolla her pas here, sepse grafiku i tyre ishte ose down ose up, ose poshtë grop, ose lart më ulërima, të cilat zgjonin nga gjumi edhe të vdekurit. Por a është e drejtë ajo që ndodhi në prime-in e mbrëmshëm? Prime-in mbrëmshëm tregoi se nga presioni publik, produksionet e Big Brotherave kudo që ndodhen bëhen të përgjegjshëm dhe ashtu ndodhi me Eduard Kuçin që doli nga shtëpia. Sepse në fillim u mendua se ai televotimi u bër për të shpëtuar jetën, po me sa duket jo, sepse presioni publik në rrjetet sociale ishte i jashtëzakonshëm dhe ky me sa duket u përkthye edhe në vota apo u përkthye në vendimmarrje, edhe nëse votat janë marrë parasysh nga produksioni dhe Edi e la shtëpinë. Por çfarë ndodhi? Çfarë ka ndodhur dhe çfarë ka bërë Fjolla gabim apo një gjë aq të rëndë sa që produksioni nuk ja fali dhe Big Brother VIP Kosova nuk e mbrojti. Po, nuk e mbrojti fare. Sepse mirë kur thuhet nuk lahesh, nuk pastrohesh, ti e kështu, ti e ashtu, hidhen paranteza që ti ke qenë me burrat martuar, me burrë ke ndar familje deri këtu, edhe pse nuk është fare okay. I kemi dëgjuar këto dhe të vazhdojmë të dëgjojmë. Ti e kështu, ti e ashtu. Për çunat u hodh pretendimi që ju jeni homoseksual, më pas ai foli me të dashurën, pra aty ngrihen dhe rrëzohen thashë themet dhe akuzat në varësi të lojës.
Por ajo që ndodhi në prajmin e djeshëm është një precedent i jashtëzakonshëm, një precedent shumë i rrezikshëm. Sepse si do të jetë puna ku e gjen Alba Pollozhani forcën tek vetja, tek perceptimi që u bën një lojë shumë fuqishme dhe është e pathyeshme, publiku e adhuron, kush ja dhënë këtë informacion nga brenda produksionit? Apo ja i produksioni dhe i thot ti më duhesh dhe qëndro këtu dhe bëj çfarë duash se ti nuk penalizohesh? Patjetër një gjë e tillë ka ndodhur. Ajo ka marrë carta bianca, ajo ka marrë lirin për të thënë një nëne me 2 vajza, përveç se personazhi i njohur, që ti drogohesh. Alba ka bërë një gjë, mund të ketë bërë një shërbim produksionit, por ka futur drogën brenda Big Brother VIP Kosovës si opsion. Unë besoj se konkurrentët kur hynë aty kryen analiza të rrepta për sa i përket substancave, sëmundjeve seksualisht transmetueshme, sëmundjeve kronike e gjithçka tjetër, siç ndodh në patentën e Big Brotherit në mbar botën. Dhe unë besoj se përdor apo jo substanca, këtë e dinë mjekët që i kanë bërë analizën fjollës. Dhe në momentin e parë që Alba hodhi këto akuza, u desh patjetër të mbajë një qëndrim aty menjëherë, të mbajë një qëndrim ose të izoloheshin menjëherë. Pra Alba të izoloje me njëherë dhe të pyete me hollësi ku e din, a ke fakte, që është kjo akuzë, dhe ta shikonte edhe fjolla, sepse ajo aty ka një mbrojtje. Në qoftë se pastaj ajo do të ishte e vërtet, kalon në instanca të tjera, përgjegjësia, përgjegjësia dhe masat që duhen marrë. Po për momentin, aty ju tha një personi që ti e droguar, pati reagime nga vajza e fjollës, se lexova nëpër portale, por sidoqoftë, ata të cilët mbajnë në mbrojtje dhe në përgjegjësi banorët, është formati, është produksioni, është Big Brother VIP Kosova në rastin konkret. Dhe një gjë është e sigurt. Në ka që nuk i hëngri fare, është Big Brother VIP Kosova. Me siguri që ato do të prezantojnë në një klip në ditët që do të vinë, ku fjolla brenda dhomës së rrëfimit do të thënë dua të hiqi, dua ta lë shtëpinë andej këtej. Po jam i bindur që gjithë banorët e kam një klip të tillë, se cili prej tyre ka hyrë te dhoma rrëfimit dhe ka thënë dua ta lë lojen. Dhe kjo do përdoret nga produksioni për të thënë që ja ku fjolla ka dashur ta lë vetë shtëpinë dhe prandaj doli andej këtej. Por fjolla, jam i sigurt se e ka lënë shtëpinë sepse është akuzuar si kur më parë një nën me 2 vajza. Na pëlqen apo jo Fjolla Morina si personazh, kjo është një gjë tjetër. A duhet respektuar Fjolla Morina si një grua, si një qenie njerëzore, si nënë e 2 vajzave që shikojnë nga shtëpia nënën e tyre të përdhunohet mediatikisht në atë mënyrë? Po, meriton respekt. Po pikërisht respekti nuk ju dha Fjolla Morinës dhe sot fjollën e kemi jashtë Big Brother VIP Kosova. Me sa duket, Alba ka në dorë që të thotë çfarë të doj, ta zbrazi shtëpinë e Big Brother VIP Kosovës dhe mos t'i hyjë gjem në këmbë. Kjo tregon që Alba, pas Eduardit, të jetë bashkëpronare e Big Brother VIP Kosovës, ta gëzoj dhe urime.